ku thash ishte e kot. Një yll më shumë në qiell, një plag më shumë në tokë. Të morën ikën dhe shkuan në atë botë. E di se të humba më dhëmb nuk do të qaj, unë do të këndoj për ty. Në hijen e heshtjes, aty ku koha ndalon së rrahuri, fillon rrëfimi atyre që nuk flasin më, por që prekin ende zemrat tona. Shkupi, një qytet i vjetër dhe një oqean i dijes. Në këtë qytet të vjetër, aty ku çdo rrugë ka histori dhe çdo shtëpi mban kujtime të gjeneratave, më 4 korrik të vitit 1981, familja Zeqiri u bekua me ardhjen në jetë të djalit të tretë Farukut. Emër ky që simbolizon drejtësinë, maturinë dhe përkushtimin. Virtyte që më vonë do të bëheshin pjesë e pandashme e karakterit të tij. Shkolla Liria ishte vendi ku për herë të parë hapi librin e jetës. Në ato klasa të vogla, mes zhurmës së lapsave dhe zërit të mësueses, nisi të formohej kurreshtja e tij për botën. Ishin vite të mbushura me zbulime të vogla, por me kuptim të madh. Fjala e parë lexuar me z, ushtrimi i parë i zgjidhur me mund, lavdata e parë që e bëri të besonte në veten. Aty mësoi jo vetëm të shkruaj dhe të lexoj, por edhe të ëndrroj. Ishte një nxënës i heshtur, por gjithmonë i pranishëm, me syt plot kurreshtja dhe zemër të mbushur me respekt për dijen. Rrugës në fëmijëri ishte një fëmijë i qetë, i butë në sjellje dhe nuk ishte nga ata që kërkonin shumë vëmendje, por prania e tij çdo herë vrehej. Vrehej me ato që kishte respekt të madh ndaj të moshuarve dhe ajo e bënte që të ishte i dashur për të gjithë. Në fëmijëri ai kishte pasion basketbollin. Në basketboll sikurse gjente veten aty dhe haronte çdo send. Shkolla fillore Liria mbeti për të si një vend i dashur, ku mësimet e para i dhanë zemrës guxim dhe mendjes drejtim. Por hapi i radhës, ai më i madh dhe më sfidues, ishte shkolla e mesme, Arseni Jovkov. Kur hyri për herë të parë në oborrin e madh të shkollës, me çantën mbi supe dhe mendjen plot pyetje, ndjeu se po niste një kapitull të ri. Në Arseni Jovkov, ai nuk ishte më thjesht një nxënës i mirë, por një djalosh që po kërkonte veten në një botë më të gjerë. Përkushtimi i tij nuk u zbeh asnjëherë. Vazhdoi të shkëlqente në mësime, por më shumë se kaq, filloi të kuptoj se dijet nuk janë vetëm për nota, por për të ndërtuar njeriu që dëshiron të bëhesh. Në shkollë të mesme, Faruki ka qenë një prej punëtorëve më të mirë, kështu flas për Arsim, domethënë me shumë punë ka arritur me realizuar jetën e vet. Për cilësitë e Farukit, domethënë ka qenë gjithmonë i ndershëm, ka qenë respektueshëm, edhe është interesant se normal si shok, si fëmijë, ka pas nxënësa me karaktere të ndryshme, edhe shpesher kur ngacmoheshin tjerë ose fyeshin me llafë, Faruki ka qenë një ndër ato që asnjëherë s'ka përdor fjalë fyese ose ofenduese ndaj tjerëve. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ai nuk u mjaftua me aq. Vendosi të vazhdoi me studimet universitare, duke regjistruar fakultetin Kirili dhe Metodi në degën e ekonomisë, ku filloi të zhvillonte aftësitë dhe njohuritë që do ta udhëhiqnin në karrierën e tij. Ka pasur një rast interesant në fakultet, në vit parë, kur kemi qenë ligjërata, aty ishte një gabim teknik, kur ja gjeti profesorit matematikës, një gabim edhe çoi dorën në amfiteatër, edhe i tha se te librin, filan faqen, ka gabim, diçka në libër. Edhe profesori domethënë ja
ja vlerësoj atë dhe i dha si për një lloj shpërblimi se për këtë që ma ke gjetë gabimin, do të thonë botimin e ri do ta përmendi emrin se diçka të tillë. Do të thonë kjo ka qenë një interesant moment, po Faruki ka qenë fenomenal. Kjo ishte vetëm një hap i parë drejt arritjeve të mëdha. Pas diplomimit, ai ndoqi me vendosshmëri studimet e magjistraturës për të thelluar më tej ekspertizën dhe për të përgatitur veten për sfidat e ardhshme. Menjëherë në vitin 2004, u punësua në shkollën e mesme Cvetan Dimov, ku filloi të realizonte ëndrat e tij, duke vënë në punë çdo njohuri që kishte grumbulluar gjatë viteve të studimeve. Mund të them se gjithë ndryshimi i shkollës filloi atëherë. Faruku kishte njohuri për shkollën, e njihte shkollën pasi që ai punonte këtu, ndërsa unë vija më prej jashtë, nuk isha punuar më herët në Cvetan Dimov, normal nuk e njihja dhe shkollën edhe kolegët edhe nxënësit. Atëherë vërejta se Faruku kishte një autoritet jashtëzakonisht të madh mesin e profesorëve, po edhe mesin e nxënësve. Ajo ishte piknisja e ndryshimit me atmosferën e tij, vendosmërinë e tij, me idetë e tij dhe përkushtimin e tij ndaj punës. 6 vite punoi si profesor dhe 2 vite më pas, ai u bën ndihmës drejtor për t'i marrur hapat e para të këtij posti. Farukun çdo herë do ta mbaj mend si ndihmësin tim të parë, i cili është pak të me thonë vetëm se ishte dora e djathtë. Domethënë ai ishte shpirti dhe zemra e shkollës dhe ndryshimeve, me idetë e tij, çdo herë ishte përkrahas i ideve të mira, punëtori jashtëzakonisht i madh, po mbi gjitha ajo që veçonte ai se njerëzillëkën, ai e kishte në nivel pak më të lartë se ndoshta të gjithë ne që ishim këtu si kolektiv i shkollës. Çdo hap që e merja, çdo iniciativë që fillonte, jo vetëm që përkraheshte nga ana e Farukut, po edhe mbi ndërtoheshte me idetë e tij, me propozimet e tij, sugjerimet e tija e kështu me radhë. Për një vit, aq sa kemi punuar bashkë me Farukun, nuk di ndoshta edhe për emocioneve mirë, po ajo që do ta mbaj mend edhe njerë do ta ceki, ishte njerëzia e tij dhe sidomos përkushtimi ndaj punës, vendosmëria e tij ishin ajo që e veçonte dhe e bënte atë Faruk. Pavarësisht përgjegjësive të mëdha dhe suksesit profesional, Faruku kur nuk e lejoi që jeta e punës ta largonte nga ajo që ai e quante thesarin më të shtrenjtë, familjen. Në jetën e përditshme, ai ishte një njeri i thjeshtë, por me një zemër të madhe, një besimtar i sinqert, që jetoi jetën e tij në përputhje me vlerat e thella të Islamit. Për të, familja ishte gjithçka, dhe çdo moment i kaluar me ata ishte një dhuratë e çmuar. Por pas këtij qëndrimi të qetë dhe të përkushtuar, fshiheshin plagë të thella. Në moshën 21 vjeçare, ai përjetoi njërin nga humbjet më të mëdha të jetës, ndarjen nga jeta të babait të tij. Humbja e figurës së tij më të fortë dhe më të dashur la një boshllëk të thellë në zemrën e tij, një ndjenjë zbrastie që do ta shoqëronte për herë. Si vëlla më i madh i Farukut, gjithmonë kam admiruar lidhjen e tij me prindërit tanë. Ai ka qenë shumë i lidhur me ta, sidomos me babain. Humbja e tij në moshë të re, papritur, gjithmonë ka lënë shenja në jetën e tij. I ka goditur rënd, por e ka bërë edhe më të fortë për të vazhduar, për të studiuar dhe për të bërë krenar babain ton, për të cilën gjë jam i bindur se e ka bërë krenar atje ku është. Dhe ashtu me zëdhimbjes së heshtur dhe shpresës që e mbante gjallë, jeta i solli një dritë të re. Më 29 korrik të vitit 2009, në një atmosferë të mbushur me gëzim e emocion, ai kurorëzoi dashurinë e jetës së tij, duke hapur një kapitull të ri plot dashuri, përkushtim dhe ëndra të përbashkëta për të ardhmen.
Një vit më vonë, ai do të merrte epitetin më të rëndësishëm të jetës së tij, epitetin e babait. Ky moment do të shënonte një fazë të re, plot përgjegjësi dhe dashuri. Në vitin 2010, ai u bekua me lindjen e një djali, të cilin do ta quante Sadri, një emër që mbante në kujtim të gjyshit të tij, një lidhje që i lidhte gjeneratat dhe e mbante të gjallë trashëgimin e dashurisë dhe vlerave të familjes. Ai e shihte Sadriun si një bekim të madh, një dhuratë që do të sillte gëzim dhe shpresë në jetën e tij. Çdo ditë e Farukut ishte një shkallë e suksesit dhe përkushtimit të palodhur. Me një punë të vazhdueshme dhe një shpirt të paepur për arsimin, ai arriti të ndërtoi një rrugë të shkëlqyer për veten dhe ata që e rrethonin. Në vitin 2013, pas shumë mundimesh dhe përpjekjesh, ai u emërua si drejtor në shkollën e mesme Zeflushmarku, një moment që e vulosi si një udhëheqës të respektuar dhe të dashur. Ky ishte një hap i madh në karrierën e tij, një mundësi për të udhëhequr me mençuri dhe drejtësi dhe për të lënë një ndikim të thellë në fushën e tij. Unë kam pas mundësin bashkëpunoj me Farukun të ashta për 2 dekada e gjysmë, për 25 vjetë, ose prej kur jemi punësu edhe pjesën e fakultetit, 25 vjetë kemi pas një bashkëpunim të mirë. Kur u bëj drejtor në gjimnazin Zeflushmark, unë fitova një farë komoditetit e rahati jashtëzakonisht madhe, se ishe i bindur se ai do të ketë një farë, si të them, i sigurt isha se ai do ta udhëheqë mirë gjimnazin Zeflushmark, i bindur isha se ta udhëheqë mirë gjimnazin Zeflushmark, edhe dinja se asnjëherë nuk do të kemi problem as në pjesën e menaxhimit të shkollës, as në pjesën administrative të shkollës dhe në pjesën e rregullimit komplet të shkollës, gjë që rezultatet e tij kanë treguar këtë gjë. Ai ka qenë i besueshëm, edhe pse i qetë, por ka qenë i besueshëm, ka qenë jashtëzakonisht punëtor i madh dhe gjërat i ka mësuar me lehtësi jashtëzakonisht të madhe. Ai e shihte këtë post jo si një arritje personale, por si një mundësi për të kontribuar më shumë për komunitetin dhe për të dhënë shembuj të mirë për ata që e ndoqën. Por e morë detyrën e gjimnazit Zeflushmarku, ka qenë një periudhë ku thyeshin, ku thyeshte ajo se a do të mundemi ne të udhëheqim shkollën ose jo, dhe unë isha shumë skeptik këtu. Dhe nuk desha të bashkangjitem në ekipin e tij, sepse ja të shumë demoralizova për shkollës të cilën isha përpara, se që nuk kisha më, unë për vete nuk kisha më motiv që t'jem ende në arsim, edhe më kishte thënë një fjalë se nëse shkojmë bashkë ose të shkojmë bashkë ose të bijem bashkë. Nuk e di. Nuk mundesh ata la vetë, dhe ishte... Kështu vazhdojmë gjimnaz bashkë, krejt. Edhe... Falë Faruk Ziqirit, unë te kalova atë krizë, edhe... Në një moment saktu mendova se edhe shumë kontribut madh bash. Aty... Gjimnazin e bëni një vend i cili në fillim besoni ka qenë edhe rënd të shkosh në atë objekt. Nuk ishte i përfundum, marrëdhëniet ndërkolegiale ishin të prishura, unë ai vini për një shkollë që nuk e kishte një emër edhe ashtu të njoftur për të mirë. Unë nga ana tjetër ndoshta edhe dështova në atë punën paraprake. Por ama, edhe kur ke një njeri i cili mbron çdo herë, edhe ai në atë suksesin e atij hyna edhe unë. Se di, kjo ishte ajo pjesa ku ai më tha, nëse bim bashkë, ose nëse shkojmë nalt edhe shkojmë nalt, edhe
unë mendoj se tashmë sukseset e mia ndoshta ka qenë ajo tipping pointi ku mu kam pru deri në këtë nivel ku jam edhe sot. Секој директор на училиштето и Фарук Закири меѓу нив, значи си има своји иницијативи, своји барања, своји потреби, своји предлози до градот Скопје, како да се подобрат условите во училиштето. И од финансиски и од материјален аспект. Така да Фарук Закири пред се беше иницијаторот на сите оние промени на подобро, кои што беа направени во мојот мандат во Средно училиште Зефирич Марко. Значи, кога јас станав градоначелник, во тој период Зефирич Марко се отвори како ново средно училиште. И при тоа имаше многу незавршени работи, така да заедно со Фарук Закири, значи го средувавме училиштето, оградата, зеленилото околу училиштето, уредувањето околу училиштето. Исто така, на негов предлог беше и изградбата на спортската сала, која што ја направивме за учениците, бидејќи тоа е големо училиште со многу голем број ученици и тие заслужуваат да имаат своја спортска сала. Исто така, паркингот кој што е од другата страна на влезот на училиштето, кој што го користат професорите па и останатите. Заедно со Фарук одевме по зградите, зашто негодува или се бунеа станарите, така да со куќите, со станарските советите на куќите совети, како да ги наречам, заедно одевме за да луѓето ги убедуваме дека нема да имаат многу голем проблем ако се отвори тој влез. Така заеднички со помош на Фарук и тој влез се отвори, така да се создаде можност да во училиштето има и друг влез, посебен главниот влез, кој што е на улица и кој што немаше каде да се паркираат колите. Исто така помагавме и во сферата на буџетот на училиштето, она што му следува на училиштето и она што по иницијатива треба се даде по иницијатива на директорот треба се даде на училиштето, бидејќи оние директори кои што не бараат, помалку добиваат. Оние што имаат иницијативи, поготово добри иницијативи, како што имаше Фарук Закири, во тој случај, значи и повеќе се гради, повеќе се подобруваат условите во тоа училиште. Така да, морам да кажам дека беше многу посветен на училиштето, го сакаше училиштето и многу често доаѓав јас во тоа училиште, во Зефирич Марко и заедно се шетавме по во училниците со учениците, разговаравме, разменувавме мислење. Unë njifëm familjarisht me familjen, më thonë sa për informat me vllaun, Jakupin, kemi qenë shok klase 4 vite. Më thonë jemi miq shtëpie, si fëmijë shkollës mesme, edhe Jakupi ka qenë të unë edhe unë të në shtëpi, pra për atë një edhe Muhamedin edhe Farukin, pra familjarisht jemi bashkarisht jemi rritë pra në këto rrethonat e Shkupit, si rini e Shkupit. Unë mendoj se ka qenë shembullor, ka qenë i teri edukum, pozitiv me gjithë i përkushtuar detyrë dhe kulminacionin arriti me atë kur i dhamë përgjegjësi që ta udhëheq gjimnazin Zefirich Marko, domethënë një institucion arsimor me traditë, institucion me shumë zonës, me shumë profesor, me shumë probleme, me shumë sfida. Po ka qenë një prej drejtorëve, domethënë që ka kriju unitet brenda kolektivit, ka kriju një energji pozitive, ka kriju suksese dhe thjesht pra ne që kemi pas përgjegjësi shumë pak kemi marrë pra me Zefirich Marko. Në Farukun e kryet të Zefirich Marko ka qenë i mjaftueshëm për ta ngrit nivelin dhe për ta menaxhuar në mënyrën më të mirë. Mund ta përshkruaj si një ndër drejtorët më të mirë. Pra thjesht në hoqi barën, më thonë, kur Faruku ishte në kryet të Zefirich Markut, shumë pak ka pas nevojë për ndërhyrje, për ndihmë,
sepse me përkushtimin e tij zakonisht edhe i ka zgjidhur problemet vetë me ekipin e tij, me aftësitë menaxheriale, pra nuk ish për atyre që ankohet ose i detekton dhe i fol problemet, po ish për atyre që i zgjidhte problemet dhe shumë pak domethënë thjesht pra ka qenë lehtësim, ka qenë knatësi dhe mendoj që është një humbje e madhe edhe për zotërismarkun, edhe për shkupin dhe për arsimin vdekje e tij në kohë të re. Më vonë, në vitin 2015, ai arriti të realizonte ëndrrën më të shenjtë të jetës së tij, të kryente haxhin, një përvojë që thelloi besimin dhe përkushtimin e tij ndaj Zotit. Suksesi i tij nuk ishte thjesht me arritjet profesionale, por në mënyrën se si e jetoi jetën shoqërore, gjithmonë duke ofruar një dorë ndihme, një fjalë ngushëlluese dhe një buzëqeshje të sinqertë. Ta them drejtën, ka qenë një mundësi e artë e jona për me taku edhe me shkëmby mendime dhe përvoja me drejtorin e ndjerë Rahmetliun Faruk Zeqirit. Dhe ajo që ka bët veçantat ka qenë ajo modestia e tij, zemërgjërsia e tij dhe mundësia që jepte secilit me përkra atë në punët e mbara dhe të mira që bënte në zhvillimin e shkollës mesme Zeflush Marku. Kjo është pjesa më e madhe e tij. Normalisht ajo që e bën të madh një shpirt njerëzor është besimi në Zot. Dhe kapja për rekomandimet edhe udhëzimet e fesë, të cilat edhe e fiksikrojnë shpirtin e tij, edhe shtojnë dëshmërinë e tij, edhe shtojnë përgjegjësinë në amanetet që i merr. Gjithë opinioni i popullit tonë dhe vendit tonë e dinë shumë mirë se Islami fillon me lexo. Dhe duke pas parasysh këtë vlerë që ka leximi, studimi edhe ngritja në aspektin arsimor, e bën shumë të rëndësishëm secilin njeri që merret me arsim. Prej të mësuesi në parashkollore, shkollë fillore, deri tek domethënë drejtori edhe përgjegjësi i shkollave të ndryshme. Dhe në këtë rast, një njeri i cili i përkushtohet arsimit dhe jep maksimumin e zhvillimin e arsimit, është njeri i cili ka vlera të jashtëzakonshme, sidomos kur e shoqëron atë njeri edhe besimin në Zot, po edhe praktika fetare, ku ai mundohet me i kry edhe obligimet ndaj fesë. Edhe kjo ka qenë njëra prej veçorive të cilët e veçonte atë, sepse te arsimimi i rinisë tonë na kemi her pas here të disa figura të rëndësishme në zhvillimin e arsimit tonë, një lloj ndjeshmërie negative kashi fetarisë së rinisë. Edhe mundohet her pas here me kufizu këtë liri, te Faruk ishte kundërta. Përkundrazi, do thotë atë që kishte ndjenja fetare tek rinia e shfrytëzonte për ta motivuar atë me qenë nxënës edhe më i dalluar, që notat e tija të jenë edhe më të larta. Edhe bënte një kombinim ashtu sikur se duhet të jetë kombinimi, kur njeriu do të jetë besimtar i vërtet, i devotshëm, fetar, ai duhet të jetë i dhënë edhe pasdijës. Edhe këtu edhe një herë domodin dëshmohet figura e madhe e ish drejtorit Faruk Zeqiri, i cili i kalon gjurmët e veta tek nxënësit, gjeneratët që kanë qenë në atë shkollë duke qenë drejtor, po edhe në gjeneratat që vinë mas. Ai ishte një shembull i vërtet i njeriu të përkushtuar, i cili, me jetën e tij, la një ndikim të pashlyeshëm tek ata që e njohën. Gëzimi i tij u dyfishua kur ai u bekua edhe me dy djemë të tjerë, Fisnikun dhe Jusufin. Secili nga ata ishte një dhuratë e pashoq, një burim i pafund dashurie dhe krenarie. Edhe pse koha me ta ishte e shkurtër, secili moment i kaluar me ta ishte i mbushur me dashuri, përkushtim dhe ëndra për të ardhmen. Ai i donte me gjithë shpirt dhe kujdesej me një pasion që vinte nga thellësia e zemrës, sepse e dinte se ata ishin pasuria më e madhe që jeta mund të ofronte. Faruku gjithsesi ka qenë një prind shembullor. Një baba i cili nuk ka kursyer asgjë për fëmijët e tij, për 3 djemt që la pas. Nuk ka kursyer as kohën, por as dashurinë për ta.
Faruku është veçuar edhe me atë se Faruku nuk e ke parë të humbe kohë shumë duke u bredhur në qytet apo duke harxhuar kohë për kafenep, duke pirë kafe apo duke qenë jashtë shtëpisë. Faruku nuk e mund ta gjesh jashtë shtëpisë kur s'ka pas nevojë. Gjithmonë ka qenë i përkushtuar për familjen dhe sigurisht për fëmijët e tij. Unë e mbaj mend se ai në fillim kur kemi qenë student, po edhe gjatë periudhës para se të martohet, jashtëzakonisht shumë ka qenë i dhënë mbas nipave dhe mbesave të tij. Unë bile i thonjë ndonjëherë se ti je ma prit se prindët e tyre. Ku e njeri i cili shumë i kushtuar familjes. Më harrohet ta përmendi këtë, jo që ka qenë i suksesshëm punën e vet, po ajo që e bante të jetë njeri besueshëm dhe njeri që ka qenë ajo dashuria e tij që ka pas për familjen e vet. Edhe njerëzit si konsiderante si familjen e vet. Njeri i cili nuk di çka thënë, për fëmijët e ty ka qenë krejt, ka qenë gjithçka. Barem unë e di atë pjesën intime e tij se sa i përkushtuar ka qenë për djemtë e tij, për të gjithë. Po jo vetëm për atë, po edhe për mbesat e tij, ka dhënë shumë, ka dhënë nipat e tij shumë. Shihni, një njeri i cili nuk ka bërë dallim mes fëmijës vet edhe nipat edhe mbesat të tij ka qenë. Nuk ka bërë dallim midis vëllezërve të tij, midis shokëve të tij. S'ke mund, ai edhe kur të ka kritikuar, kritikën e tij e ke marrë si pozitive, ose shpesh edhe kam konsultuar dhe pjesën e familjes, shihni, keni njeri i cili mund ta pyesësh për çdo gjë dhe të jep përgjigje për çdo gjë. Tepër i përkushtuar për familjen e vet. S'di për bashortën e vet, për vëllezërit e vet, për nipat, për mbesat, për fëmijët e vet. Njeri i cili çdo gjë e ka pa, jetën e vet ndoshta e ka bazuar, suksesin e vet e ka bazuar edhe më shumë te familja e vet, që ta grije, ta jetë më të edukuar, më të shkolluar, më të përparuar, të mos që mungoj asgjë. Pak para lindjes së Jusufit, Faruku përjetoi një dhimbje të thellë dhe të pafund, që e shoqëroi për herë. Nëna e tij, ajo që kishte qenë gjithmonë për të shpirti i ngushëllimit, drita e jetës së tij dhe mbështetja më e fortë, ndërroi jetë. Ata kishin një lidhje të ngushtë mes vete, një lidhje që kalonte çdo fjalë dhe çdo moment. Ajo ishte shpresa e tij në ditët e errta dhe ngushëllimi i tij në çastet e vështira. Ajo ishte mbështetësja e tij më e madhe dhe shoqëruesja e shpirtit të tij. Dhe ndarja nga ajo ishte një dhimbje që e mbajti të lidhur me të përjetësisht. Si një familjar i zellshëm, ai kujdesej me gjithë zemër për familjen dhe shtëpinë e tij. Por shkolla Zeflush Marku u bë shtëpia e tij e dytë, një vend ku ai e donte me zemër dhe punonte me shpirt për të. Me një zotëri të vërtet në krye, kjo shkollë nuk ishte më thjesht një institucion, por një vatër vlerash, përkushtimi dhe dashurie për dijen. Faruku e pa çdo korridor, çdo klas dhe çdo nxënës si pjesë të misionit të tij jetësor. Ai nuk ishte vetëm një drejtor, ai ishte prindi i dytë i shumë fëmijëve, udhërofyesi kolegëve dhe një zë i qetë që sillte rend, drejtësi dhe ngrohtësi në çdo cep të asaj shtëpie të dytë që e deshi me shpirt. Me Farukun në krye, shkolla nisi të frymojë ndryshe. Shkolla u bë një hapësirë ku secili ndjehej i parë, i dëgjuar dhe i vlerësuar. Për drejtori, një nga veçoritë të tij më të dalluara, do kisha thënë se ishte atmosfera që e mbillte dhe atmosfera që e sillte në shkollë me vetë faktin se ai çdo ditë të gjithë neve nxënësve na priste me buzëqeshje dhe me një energji shumë pozitive në korridor, na tregon se çfarë njeriu pozitiv ai ishte, edhe si
Ai e krynte detyrën me dëshirën, dashurinë dhe përkushtimin më të madh. Një nga kujtimet më të veçanta që do na mbetet të gjithë neve është se çfarë atmosfere dhe çfarë energjie na përcillte dhe na përçonte drejtori i nderuar neve. Në ndrejtimin e tij, jo vetëm që u rrit cilësia arsimore, por edhe dinjiteti i mësuesit dhe krenaria e nxënësit. Një rast shumë interesant që e kam ndarë me djemt e klasës për shkak të një problemi jo shumë serioz, ne u ftuam në zyrën e drejtorit. Çka na mbeti gjithë neve në mend ishte mënyra se si ai na priti, si na këshilloi dhe si na përcolli prej zyrës. Kuptuam se drejtori është çdo herë aty për neve për na këshilluar dhe është shumë i fokusuar dhe i përkushtuar për ta kryer këtë punë për të mirën e të gjithëve, jo vetëm për të mira personale. Ishte një kohë ku shkolla mori frymë me zemër, dhe ajo zemër ishte ai. Vitet kalonin, por përkushtimi i Farukut mbetej i pandryshuar. Ai ishte çdo ditë aty, i pari që hapte derën e shkollës dhe i fundit që largohej. Nuk kursente asnjë përpjekje për të bërë më të mirën për të tjerët, qoftë nxënës, mësues apo prind. Me fjalët e tij të buta, me vendosmërinë që i buronte nga zemra dhe me sjelljen që fitonte respekt pa pasur nevojë të kërkonte, Faruku u bë një figurë që të gjithë e vlerësonin dhe e dëgjonin. Ai nuk udhëhiqte me autoritet, por me shembull. Ishte 16 janari i vitit 2023, një mëngjes i ftohtë dimri në mes të pushimit shkollor, kur gjithçka dukej e zakonshme. Por për Farukun, asnjë ditë nuk ishte pushim kur bëhej fjalë për përgjegjësinë që mbante mbi supe. Me atë përkushtim që e karakterizonte, ai thirri kolektivin e shkollës për një mbledhje pune. Zyrja ishte e heshtur, por e mbushur me respekt dhe pritje, si gjithmonë kur ai fliste. Askush nuk e dinte se ajo që do të ndodhte atë ditë do të mbetej përgjithmonë e gëdhendur në kujtesën e secilit prej tyre. Fjalët e tij të buta nuk ishin si herët e tjera. Ato mbartnin një peshë të padukshme, një qetësi të thellë që dukej se vinte nga një botë tjetër. E folura e tij u kthye në rrëfim dhe rrëfimi në amanet. Ai fliste për punën, për të ardhmen, për kujdesin ndaj nxënësve dhe nderin e profesionit të mësuesit. Por thellë në çdo fjali, ndjehej sikur po largohej ngadalë, duke lënë pas jo vetëm udhëzime, por një copës të shpirtit të tij. Në sy të të gjithëve, në atë mëngjes të akullt, por të mbushur me ndjesi të ngrohta, Faruku dha amanetin e fundit. Ditën e fundit, ka orë mëngjes, ku më vonë, ka orë i buzëqeshur, edhe ka shku të arkator. Ai ka tregu që i ka rogë, me se të buzëqeshur vejnë ju ka tregu profesorë para mbledhjes. Në 20 minuta pandrujet. Një paraska që më ndohë rrallë si diqë, dilën me një kom të të shkolla. Ka përnon dilën, ka përnon, që më rogati për të honë. Lidhe hunë për këshillin e fillimit shkollës. Mbledhja mbaroi, por askush nuk u ngrit me një herë. Në sallë kishte rënë një heshtje që nuk ishte më e zakonshme. Ishte ajo heshtje që lind kur zemra e ndjen diçka që mendja ende nuk e pranon. Disa kolegë shihnin njëri tjetrin në sy, si për të kërkuar shpjegim. Të tjerët ulën kokën, të mbushur me ndjesi që nuk mund të përktheheshin në fjalë. Disa orë më vonë, lajmi u përhap si rufe në tërë qytetin. Faruku ishte ndarë nga jeta. Si një dritë që shuhet pa paralajmërim dhe si një zë që hesht pa pritur, ai iku. Sot do t'i flasim atij dhe për atë që shpesh në bisedat tona jo formale quajnë djalosh. Faruku është djalosh. Faruku ishte djalosh. Në plot kuptimin e fjalës.
jo vetëm të moshës, por asaj çfarë ai përfaqësonte për ne. I dashur, i sjellshëm, përkrahës, punëtore i papërtushëm, i qeshur e dashamirës, modest, i përgjegjshëm dhe i respektueshëm njësoj ka shimë të moshuarve dhe më të rinjve, kolegëve e nxënësve, e mbi të gjitha titullit dhe institucionit që i veçte. Me të gjitha cilësi që Zoti e don njeriu. Erdhe të njoftën, nuk e patëm të vështirë të të respektoj. Të deshtëm, i dhe frymë gjimnazit, e ne të dhamë frymën e filmit. Aty në çdo fytyrë të pikturohu. Më fal vërtet. Jetoj si një imar, një gjysmë jetë. Dhe refuzoj mendjen të ndaj. Lotë djegin zjarë në sy, por s'mund të qaj. Përse s'të gjej, përse s'të gjej. Universin e shpidoj. Ka qenë një tronditje e madhe. Na ka tronditur gjithëve, pasi që Faruku, gjithë ata që e ka njohur e dinë se iku në moshë të re. Dhe papritur. Edhe pse e dim se vdekja është diçka që secili e ka diçka që është më e afërt për secilin për neve që jetojmë. Edhe e kemi hak vdekjen. Mirë po, kur vjen papritur, sigurisht ajo na trondit më shumë të gjitha, jo vetëm familjar, por ata që e kanë njohur. Si e përballuam, ende kemi vështirë ta përballojmë humbjen e tij dhe mungesën e tij. Por nga ana tjetër, kujtimi për të është i përjetshëm dhe në çdo ditë nga momenti kur ai u nda nga kjo jetë, unë jetoj me të. Çdo kund ku lëvizi e shoh dhe më del përpara Faruku. Është e vështirë gjithsesi, shumë, por jemi krenar dhe me veprat e tij që ka lënë pas dhe gjithë ato që ka bërë për shoqërinë në përgjithësi, dhe sigurisht ajo na ka bërë dhe na bën që pak më lehtë ta kalojmë mungesën e tij, edhe pse mungesa e tij do të jetë pjesë e jona vazhdimisht për gjithmonë derisa ne të jemi gjallë. Por është e mira dhe njëherë them na bën krenar ajo që vepra e tij do të vazhdojë të jetojë edhe kur ne nuk do jemi këtu. Pasi që atë që ka bërë si punë do ta shijojnë shumë gjenerata më tej. Edhe pasi iku ai, la vepra dhe sende që do ta kujtojnë atë si njeri të veçantë. Më kujtohet se pasi ndroi jetë gjatë ngushëllimeve që ishin për te, u paraqiten edhe njerëz për cilët ne nuk kemi ditur dhe njerëz për cilët për herë të parë ndëgjuam se Faruku i ka ndihmuar atyre kur ata kanë pas nevojë më shumti. Dhe besoj se kjo ishte diçka e veçantë, jo vetëm për mua, por edhe për familjen dhe ata që kemi njohur. Kur më herët nuk kisha menduar se do jem këtu ku jam sot, me që nuk kam qenë kur ambicie e imja të jem drejtor. Çdo hap që hedh përpiqem ta bëj të ndjerin krenar edhe në parajsën që gjendet. Për mua ishte shumë e vështirë të ulem në këtë vend ku jam sot, sepse gjatë kohë hija me si të përlotur dhe me zemër të thirr. Ne kaluam shumë vite bashk, andaj edhe sot e kësaj dite përpiqem të bëj krenar me të arriturat e shkollës. Faruku do mbetet ikone për kryer, i pa arritshëm dhe i pazarëncueshëm. U preft në paqë shpirti i tij i bardhë. Por ajo që la pas nuk ishte boshësi. Ishte një grumbull i kujtimeve, një mur i tërë për mirësie, për kushtimi dhe dashurie për punën, për nxënësit, për jetën dhe veçanërisht për familjen. E kujtojnë ende të gjithë
jo vetëm për atë që tha në fjalën e fundit, por për gjithçka që ishte përpara saj. Një njeri që e deshi jetën, punën dhe njerëzit me gjithë qenjen e vet. Amaneti i tij nuk ishte vetëm një fjali, ishte jeta që kishte jetuar, mënyra si kishte udhëhequr, zemra që kishte dhënë. Mislim дека со тоа изгубивме сите ние. Покрај неговата фамилија што изгуби, значи вака еден прекрасен човек, мислам дека и ние изгубивме еден човек кој што во понатамошниот живот беше да се допринесеше многу и за училиштето и за градот Скопје. Të ne zakonisht pas vdekjes përgjithësi flasim mirë, po këtu nuk flasim domethënë se duhet flasim. E them me shumë sinqeritet, me shumë transparencë, ka qenë një njeri shembull, ka qenë shpeshher e themi domethënë është pak të themi njeri, ka pas virtyte shumë të larta njerëzore, pra çdo familje, çdo shoqëri, çdo kolektiv do nda ketë në mesin e tij një njeri i tillë, i përkushtuar, me pozitivitet dhe me kontribut jashtë normale, siç e potencova, pra në gjimnazin e Frishmarku, ai nuk ka qenë drejtor në orar të punës, po me tërë kapacitetin e tij, me qenien e tij ka qenë i përkushtuar për ta ngritur Frishmarku nga arsimi. Çdo i ri duhet ta kupton se vlera e tij subjektive, personale, është dituria. Nuk është fama, nuk është pasuria. Nuk është dhënia pas qefeve. Ajo që fatkeqësisht sot dominon një pjesë e madhe e kësaj. Se me qenë ndershëm, me qenë i mirë, i sjellshëm, ja vlen gjithmonë. Domethënë se janë ato momente që njerëzit zakonisht i analizojnë njëri tjetrën, edhe ju si shoqëri, normalisht gjithmonë e gjejmë veten te njëri shok ose tjetri. Edhe ja vlen me pas virtyte të tilla, sikur nderi, respekti, sjellja e mirë, mos ofendimi ndaj tjerëve, ose shpeshherë me qenë i drejtë edhe punëtor. Faruki gjithçka që ka arrit në jetë, ka arrit se ka qenë shumë punëtor i madh. Trashëgimia e Farukut do të jetë disiplina në punë, disiplina në arsim. Ajo është unë që do ta kisha veçuar dhe si do ta mbaj mend edhe që do të jetë si trashëgimi e Farukut për gjithë brezat. Ne që kemi punuar me atë, ne që e kemi njoft atë, të punosh pas hapave të tij është goxha vështirë. Në atë shtëpi ku zëri i tij mbushte çdo qoshe, tani mbretëron një heshtje që dhemb. Bashkëshortja e tij, fëmijët Sadriu, Fisniku dhe i vogli Jusufi ndjenin mungesën jo vetëm të një babai, por të një strehe, të një force që i kishte mbajtur gjithmonë të bashkuar. Ai nuk ishte vetëm prindi i tyre, por udhërofyesi, krahu i sigurt, zëri që qetësonte netët e vështira dhe duart që gjithmonë punonin për ta. Tani, gjithçka që e kanë prej tij është kujtimi i fuqishëm, i gjallë dhe i shenjtë. Dhe ndonë se dhimbja nuk shuhet, dashuria që ai u fali do të jetojë përjetësisht në zemrat e tyre. Ai u largua fizikisht, por mbeti aty ku kishte lënë më shumë nga vetja, në sytë e fëmijëve, në kujtimet e gruas, në çdo mur të shtëpisë ku ai kishte vënë themelin, me zemër dhe sakrificë.